Botrori ka filluar, oferta po mbaron. Ashtu si çdo kampion kërkon momentin e duhur për të shënuar, edhe ti ke mundësinë të bësh lëvizjen që ndryshon të ardhmen tënde. City Sky nga Enos Kaptan sjell standard të ri jetese në zemër të Prishtinës së re, 20% zbritje promocionale për një kohë të kufizuar. Me 7 qershor qytetarët e Kosovës ju drejtuan sërish kutive të votimit në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Ky proces zgjedhor u mbajt pas atij të 28 dhjetorit 2025, pasi nuk arrit të zgjedhet presidenti i vendit. Në këto zgjedhje sërish lëvizja vetëvendosje fitoi shumicën të mjaftueshme për të formuar vetë qeverinë, por jo edhe për të zgjedhur presidentin. Lëvizja vetëvendosje fitoi 53 ulse. Partia Demokratike e Kosovës 22 ulse, Lidhja Demokratike e Kosovës 18, ndërsa Aleanca fitoi 7 ulse. Në këtë kushte, kryeministri në detyrë, njëkohësisht kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, ju bëri i ftesë subjekteve politike për takim për të diskutuar për formimin e institucioneve pas zgjedhjeve të 7 qershorit. Ftesën për takime e konfirmuan Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, ndërsa Aleanca paraqet 6 pika që nëse të njëjtat plotësohen, ata janë të gatshëm dhe pa kushte të ndihmojnë dhe bëjnë korumin për zgjedhjen e presidentit, duke mos pranuar të takohen me Kurtin. Pas takimit të zhvilluar ndërmjet tij dhe kryetarit të LVV-s Albin Kurti, kryetari i PDK-s Bedri Hamza deklaroi para mediave se PDK-ja mbetet në opozit, duke i uruar Kurtit suksese dhe partive të tjera. Ju e dini qëndrimin tam që ka qenë publik, që Partia Demokratike e Kosovës të zgjedhje ka garu me një program, ka garu me prioritete, cilat kanë bojnë me fushën ekonomisë, me fushën e mirëqenie sociale, të përfshirë rritjen e pagave, pensioneve dhe gjitha pagesave të tjera, me projekte në energji, në infrastrukturë, dhe ky ka qenë projekti junë, ky ka qenë prioriteti junë, që ne me bëb tunë, me bëb veprime, qysh me permisu këtë vend dhe qysh me permisu jetën e qytetarëve të Kosovës. Pastaj, për me u zbatu këto prioritete, kemi thonë që Partia Demokratike e Kosovës nuk ka vijat kuqe, është e hapur dhe është e hapur për të biseduar, pa u imponuar, për marrëveshje gjithëpërfshirëse politike të i përfshirë gjitha institucionet. Bazuar në bisedat që kemi pas dhe në diskutimet që kemi pas, normalisht korrekte, qëndrimi i jonë është që Partia Demokratike e Kosovës për këtë mandat është parti në opozit dhe ne i dëshirojmë sukses Zotit Kurti dhe gjithë atyne që takohen, bisedojnë, të japin vendit institucione. Takime kryetarin e lëvizjes vetëvendosje mbajti dhe kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku së bashku me bashkëpartiaken Vjosa Osmani. Abdigjiku pas takimit pohoi se me Kurtin u dakorduan të vazhdojnë komunikimin për formimin e institucioneve. Folëm për stabilitetin e domosdoshëm institucional në Republikën e Kosovës dhe shmangjen e domosdoshme të zgjedhjeve të ardhshme të katërtat me radhë në më pak se një vit e gjysmë. Në këtë frym u angazhuam për diskutime rreth parimeve thelbësore, rreth se cilave duhet zhvillojnë këto diskutime, vlerave
dhe ideve pashtu programor rreth të cilave dy palët kanë interes. Dhe në këtë fazë u dakurduam të vazhdojmë tutje me komunikim si formë e vetme e mundësisë së shmangjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme në vendin tonë, pra edhe njerë po them të katërtat me radhë. Por vetëm pak ditë më vonë, pas kërkesës së delegatëve për mbajtjen e kuvendit të jashtëzakonshëm, ku kërkoi largimi i Abdi Xhikut, kryetari i LDK-s njoftoi opinionin publik se ndërpret të gjitha bisedimet me lëvizjen vetvenduese për formimin e institucioneve. Pas rikonfirmimit të tij sërish në krye të lidhjes demokratike të Kosovës në Kuvendin e 30 korrikut, Abdi Xhiku njoftoi para opinionit publik se heq pezullimin për bisedimet me LVV-n për formimin e institucioneve. Ushtruesja e detyrës së presidentes, Albulena Aqiu, ka caktuar datën 6 gusht për mbajtjen e seancës konstituive të Kuvendit. Megjithse në ndajnë veç pak ditë nga mbajtja e kësaj seance, ende nuk ka zhvillim konkret rreth bashkëpunimit për formimin e institucioneve, respektivisht edhe zgjedhjen e presidentit. Duke folur në lidhje me këtë çështje, drejtori ekzekutiv i IKD-s Ehat Miftara i tha për dokumentarin ekspoze se në mungesë të një marrëveshje politike mund ta kemi kuvendin e konstituuar me 6 gusht, po ashtu edhe formimin e qeverisë, por se numrat për zgjedhjen e presidentit do të jenë problematik. Miftara i potencoi se nëse presidenti nuk zgjedhet brenda 60 ditëve nga data konstituimit të kuvendit, Kosova do të hyjë për herë të parë në një rrugë e cila nuk do të ketë dalje së paku në aspektin kushtetues. Fatkeqësisht, friga jonë është që si duket mungesë një marrëveshje politike, mungesë të vullnetit politik të partisë në pushtet, mbase me 6 kusht do ta kemi legislaturën e konstituar, mund ta kemi edhe formimin e qeverisë, por që pastaj numrat për zgjedhjen e presidentit do të jenë problematike në mënyrë që pas të ta kemi gjithë, si të themi, infrastrukturën institucionale të konstituar në mënyrë që pastaj shteti të vazhdojë përpara. Mungesë të një marrëveshje për presidentin, atëherë si IKD, e kemi thënë të vazhdojmë ta themi, do të fillojmë të hyjmë në një rrugë qorre e cila nuk do të ketë zgjidhje nëse presidenti nuk zgjidhet brenda 60 ditëve nga data konstituimit të kuvendit. Kosova do të hyjë për herë të parë në një rrugë e cila nuk do të ketë dalje së paku në aspektin kushtetues. E kjo pastaj kam frikën që do të jetë problematike dhe në një mënyrë do të jetë rrugë pa dalje dhe rrugë pa zgjidhje. Edhe njohësi i çështjeve juridike në vend, që njëkohësisht ish antar i KQZ-s Blerim Burjani, tha për dokumentarin ekspoze se për çështjen e presidentit do të duhet të merreshin vesh paraprakisht me një koalicion gjithëpërfshirës. Ai potencoi se nëse nuk ka një qeverisje gjithëpërfshirëse, rreziku është sërish të shkohet në zgjedhje. Po tash procesi është ky që pesheni edhe procedurat janë të sakta, janë të qarta, do thotë duhet sa më parë me përfundu konstituimi i kuvendit, konstituimi i qeverisë dhe vjen radha presidentit. Mirë po më e mira do të ishte që për presidentit merren vesh paraprakisht me një koalicion gjithëpërfshirës, i cili mund të përfundoj punën pa probleme dhe mundet me garantu domosdoshmë qeverisën 4 vjeçare. Në të kundërtën, nëse nuk kemi një qeverisje të gjithëpërfshirëse, kjo i bën që nuk do të ketë kufar suksesi kjo punë dhe prapë rreziku është me shku në zgjedhje. Pra nuk ka asnjë lloj sigurie shteti, as në aspektin juridik, as në kuptimin e funksionimit të rendit dhe ligjit, as në kuptimin e asona me ndërtu raporte regionale të mira dhe fqinësore me fqinë, po natyrisht edhe në integrimet evropiane. Pra, ka shumë dimensione që atakojnë apo e sulmojnë në një variantë, në një mënyrë e bojnë për shtetin të pa afër të funksionuar. Ehat Miftara i tha për ekspoze se nëse kuvendi konstituohet me 6 gusht, atëherë deri me 6 tetor duhet të zgjedhet presidenti, e nëse kjo nuk ndodh, atëherë vendi shkon në mënyrë automatike në zgjedhje. Nëse kuvendi i Kosovës konstituohet, do të thotë me 6 gusht, atëherë deri me 6 tetor duhet do të thotë të zgjedhet presidenti. Nëse nuk zgjedhet presidenti, atëherë do të thotë thjesht vendi shkon në mënyrë automatike në zgjedhje. Po një problematik tjetër është fakti që nëse zgaboj me 8 tetor, i ska dhënë 6 muajshi do të thotë ushtruesit e detyrës së presidentit, që nënkupton që me 8 tetor vendi do të jetë pa president. Dhe pas 8 tetorit, Kosova mund të mbajë zgjedhje, mund të bëjë çka do doj, por pastaj më do të thotë nuk e kemi organin, institucionin kryesor, si është presidenti i Republikës Kosovës, i cili e ofron ose
është ai të thotë që e ofron partisë që i fiton zgjedhjet mandatarin për formimin e qeverisë. Detyra e presidentit të thotë nuk do të jetë më funksionale për të emëruar, dekretuar prokuror, gjyqtar të gjykatës shtatuese apo pozitat e tjera të cilat janë të thotë hyn në mandatin e saj. Kështu që pas 8 tetorit, të thotë thjesht Kosova do të hyjë në një kaos nëse nuk zgjedhet presidenti. Që nuk kupton që do të thotë thjesht pastaj do të duhej që të gjejmë një zgjedhje e cila është kundërkushtetuese dhe që partitë politike në një mënyrë nuk i shfrytëzojnë të drejtat e tyre për të dërguar të thotë këtë rast në gjykatë kushtetuese. Kështu që thjesht të thotë pas 8 tetorit Kosova hyn në një rrugë që thjesht pastaj më nuk ka zgjedhje kushtetuese. Edhe profesori dhe ish kryetari i gjykatës kushtetuese Kadri Kryeziu deklaroi për dokumentarin ekspoze dhe nëse presidenti nuk zgjedhet brenda 60 ditësh nga fillimi i procedurës, vendi shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme. Në parem do të ishte mirë të konstituohet parlamenti, pastaj presidenti, përpasi që nuk ka marrëveshje, duhet të zgjedhet qeveria e pastaj presidenti. Kushtetuta sanksionon zgjedhjen e presidentit, që nga fillimi i procedurës deri në ditën e 60 duhet të zgjedhet presidenti, nëse jo, shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme, të cilat nuk prodhojnë efekte pozitive për shtetin. Të gjitha matjet tona na tregojnë se ne po shkojmë në zgjedhje të reja deri nga fundi i vitit. Njohësi i çështjeve juridike Blerim Burjani tha se do të ishte mirë të ishte një marrëveshje garantuar me subjekteve politike që nuk do shton sërish zgjedhja e presidentit. Pra na kena nevojë për një shtet funksional, te afti i cili funksionon dhe hin marrëdhënie ndërkombëtare dhe krijon raportet e mira dhe krijon edhe raporte tjera të cilat shkojnë ka marrëveshje të ndryshme ndërkombëtare të cilat lidhen me ekonominë ose me integrimin evropian edhe me tutje. Pra nëse vonohet ky proces, atëherë nuk kemi më çka të presim këtu. Është mirë edhe kam thënë edhe më herët që duhet mu garantu paraprakisht një koalicion për me mujt me shku në zgjedhjet e presidentit të shtetit, pesha që nuk ka kur fare ka dishmerie, lidhe ka problemet e veta të mbranshme dhe nuk e ka momentin fare mu marrë me këtë temë. Dhe më thome, edhe pse unë e kom kritiku shumë këtë qasjet e disa individëve të Lizë Demokratike të Kosovës që kanë hy në këto situata para se mu kriju institucionet të shtetit me zgjidh problemet e mbranshme. Pra në vend se ata shkojnë si parti institucionale me rregullu raportet njerë në shtet, e pastaj të vetët ata kanë shku njërë të kundërt, pra ata po presin që ka me pas zgjedhje gjithsesi, për këtë arsye po shkojnë me bo një kuvent të jashtëzakonshëm, që pritet me 30 domon korrekt e bëhet, dhe pastaj tecet matutje dhe bëton me ndonjë mundësi për marrëveshje. Ka kohë për marrëveshje, është e saktë, kemi kohë, sepse ende s'kemi shku jemi në afatet kushtetuese edhe pse ora kushtetuese po rrjedh, jemi prap në afate. Pra ishtë dashte me 7 gusht me konstitu kuvendin, pastaj me propozu kryeministrin dhe me tutje me shku deri te zgjedhja presidentit. Por do të ishte shumë ma mirë me pas një marrëveshje të garantuar midis subjekte politike që nuk dështon prapë dëmon zgjedhja presidentit. Në të kundërtën, ajo dihet që në këtë pasiguri ka shtë madhe dhe në këtë farë konfuzitetit të madh që ndollet në kuptimin politik dhe politika që e bën këtë punë nuk jap shpresat e mëdha që me gjetë një zgjidhje për presidentin dhe dyshimi dhe rreziku është me shku sërish në një varë zgjedhje të reja, të cilat pashmangshëm do ta ulin sërish elektoratin shumë në Kosovë, prej 33%-ve sa ka ndalë ta thojnë 36, po s'është vërtet baki fare kjo punë. Janë të mshef ato statistika, po ka me radhë në 30% dalja e qytetarëve, prandaj do të jetë shumë e rrezikshme për legitimacionin demokratik apo legitimacion popullor për subjektet politike që fitojnë mandatet e këtilla. Pra, ajo po shitet se vazhdo kështu na kena nevojë për një reorganizim politik dhe partijak tjetër. Në këtë mënyrë më nuk do të shkon, ose nuk ish dosh më fare më shku sepse veç do më kana bën, kanë sjell pasojat e mëdha domethënë tek kësaj natyre dhe nuk gjejmë zgjidhje të asaj natyre tjetër. Prandaj këtu është edhe problemi kryesor. E ish ambasadori i Kosovës në Maqedoninë e Veriut, Gjergj Dedaj, pati kritika të forta ndaj kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Ai tha se i njëjti nuk është interesuar që Kosova të ketë institucione dhe sipas tij pritet sërish të shkojmë në një proces zgjedhor. Thjesht vetë lëvizja vendose respektivisht Albin Kurti është interesuar që mos ketë Kosova institucione dhe unë mendoj se nuk do të ketë as kësaj radhe dhe do të shkojmë prapë në ciklin tjetër zgjedhor dhe Kosova kështu rrezikon të hyjë domethënë në një krizë të thellë politike, por jo vetëm politike, dhe kjo është e dëmshme për të ardhmen e Kosovës,
kjo është e dëmshme për procesin të integrues të Kosovës në strukturat euroatlantike, për vetë shtetin e Kosovës dhe mendoj se Albin Kurti është interesuar, domethënë me politikat e tij që ta dëmtoj Kosovën, nuk e di a ka mision apo për çka fjala, për këtë duhet ta studiojmë mirë edhe duhet domethënë një herë për gjithmonë ta mundohemi me gjitha mjetet me unifikimin e opozicës, shoqërisë civilit, medjave, domethënë që ta largojmë sa më parë që është mundshëm nga pushteti. Deda e tha se Kurti nuk është i gatshëm të bëjë marrëveshje edhe ndaj pushtetin me dikë tjetër. Shiqo, nuk ka marrëveshje asnjëherë nëse nuk je i gatshëm me nda pushtetin, në asnjë vend në botën demokratike. Vetëm diktatorët i mbajnë gjithë pushtetin për vete. Ky në fakt po tregon simptome të një mini diktatori, edhe për këtë arsye edhe po dëmton të ardhmen e Kosovës për interesa personale, por edhe për ndoshta edhe për misione tjera të cilat ai i ka. Domethënë për ato do të flasim më vonë. Nëse nuk je i gatshëm me nda pushtetin, tortën e pushtetit me opozitën, domethënë atëherë në fakt nuk je i gatshëm me ndërtue institucionet e Kosovës dhe Kosova, thash edhe një herë, po ecë domethënë në drejtim gabuar, në drejtim të defaktorizimit dhe është duke u plotësuar dëshira edhe e Serbisë, por edhe siç tha vetë Dobrica Ćosić, një ultranacionalist serb, Kosovën do ta fitojmë atëherë kur në Kosovë krijohet një klimë anti-amerikane, në fakt klimën anti-amerikane e ka mbjell dhe po e kultivon Albin Kurti dhe kjo shkon në dëm të Kosovës dhe në favor të Serbisë dhe të Rusisë. Edhe njohësi i çështjeve politike në vend Selma Kolli shprehet skeptik se mund të ketë marrëveshje për formimin e institucioneve. Vetë fakti që kemi pas shumë pak takime në mes të partive të cilat i kanë fituar ulëset në parlament, tregon që janë shenja që mundemi prapë në shku në zgjedhje, çka kishte me qenë shumë jo e mirë për vendin. Një farë forme kishte me qenë mos thom edhe antishtetenore veprimin, qofse ne që një vjet e gjysmë apo sa u bën, do shta 2 vjet po bën pa institucione legjitime, ajo është me të vërtet sikur me qenë kundër shtetit. Po e them thojza, kuptohet. Edhe kjo jep me të regu që partitë politike kanë interesin e vetë edhe interesin e partisë para interesit shtetënor, çka i kanë dashur me kanë e kundërta, sidomos për ne që jemi ende në formimin e sipër, ende që jemi antar të Kombit Bashkëkombëtar, kërkojmë si mundim na pa institucionet legjitime me kërkuar diçka në arenën politike në rrafshin ndërkombëtar. Drejtori i KD-s Seat Miftara i pati kritika edhe për partitë opozitare. Miftara i tha se fatkeqësisht Kosovës ka fare opozitë dhe se të njëjtit po ja lënë duart e lira Kurtit. Në radhë parë, fatkeqësisht Kosova pothuajse s'ka fare opozitë. Kemi Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike të Kosovës, të cilët duket se jetojnë në një univers tjetër. As nuk e kanë idenë, po as nuk e kanë qëllimin e mirë që të kontribuojnë do të thotë në zgjidhjen e krizës, në zgjidhjen e problemit, në mënyrë që Kosova edhe të ketë institucione, po edhe të ketë llogaridhënie në mënyrë që të ruhet interesat strategjike të Republikës Kosovës. Një Parti Demokratike e Kosovës, një Lidhje Demokratike e Kosovës, të cilat në të kaluarën kur janë udhëhequr nga njerëz të cilët në mënyrë kanë pas integritet ose kanë pasur qëllim interesat e Republikës Kosovës, do të thotë janë marrë me çështje që kanë të bëjnë radhë parë se cilat janë interesat strategjike të Republikës Kosovës. Nëse kemi një marrëveshje për presidentin, çka janë politikat afatgjata të rëndësishme për Kosovën, cilat është qëndrimet e tyre për dialogun strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, cilat janë qëndrimet e tyre për dialogun me Serbinë, cilat janë qëndrimet e tyre lidhur me integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, cilat janë qëndrimet e tyre lidhur me faktin që Kosova po zbraset, po kemi një numër të plot të madh të qytetarëve që vazhdimisht po shkojnë të thotë në vendet e Evropës. Ose cilat janë qëndrimet që kanë të bëjnë të thotë me politika afatgjata që e rrisin mirëqenien e qytetarëve të Kosovës. Do të thotë tu pothuajse nuk janë fare as pak pjesë e dialogut të partive opozitare, po do të thotë këtë debati është se ato të janë 80 vota, ato të bëhet presidenti, ato të bëhet presidenti, por nuk ka do të thotë dialog përmbajtësor
të cilat janë ato kushte të cilat në mënyrë mund të vinë tek një marrëveshje me partinë pushtet. Kështu që partisë në pushtet po ja lënë duart e lira dhe në mënyrë Albin Kurti dhe BV-ja vendosin nëse do të kemi zgjedhje apo nëse dëshirojmë të shkojmë përsëris në një rrugë e cila nuk do të ketë rrugdalje kushtetuese. Ish ambasadori Gjergj Dedaj duke folur për rolin e opozitës tha se 6 pikat e vendosur nga Aleanca janë në rregull, sepse sipas tij ta mohosh gazin amerikan dhe përjashtosh nga dialogu strategjik është e rrezikshme për vendin. 6 pikat e Aleancës janë në rregull, sepse ta mohosh gazin amerikan. Të përjashtosh nga dialogu strategjik me Shtetet Bashkuara të Amerikës në njërin anë kur Serbia veç e nënshkroi, domethënë marrëveshjen për dialogun strategjik me SBA, të largohesh nga plani rritjes i Bashkimit Evropian, kjo është jo vetëm smenduri, kjo është vetëm e rrezikshme për Kosovën, por kjo duhet dënohet. Domethënë mos harrojmë se ka vende në Bashkimin Evropian, ka vende demokratike, siç është për shembull Walesi, ku politikantë tash kanë nxjerrë atje një ligj, politikanët që nuk i marrin premtime zgjedhore, ata mund dënohen edhe me burg. Domethënë, edhe po të ishte një ligj i tillë në Kosovë, atëherë Albin Kurti, për shkak të mosmarrjes premtimeve dhe dëmeve që ja ka kriju Kosovën, do duhet të dënohej me burgim të përjetshëm. Ndërsa analisti politik Vesel Makolli tha për ekspoze se Aleanca është lënë anash që në fillim të procesit. Po ndëgjoj tash Aleanca është lënë anash në fillim. Tash është pak një plus që ajo veç po don me imponu një farfor të thëmë për me kontribu në atë formën që ajo dëshiron, edhe ajo është një gjest i mirë, qofse kish me konë edhe e njëjtat prej ati cili vendos për cili ka shumicën, i cili është dash me thirë, por s'është kur gjallë me i kërku falje Aleancës që nuk e ka thirë ma herët me bisdu, se nuk e ka llogarit që është, me qenë se çdo deputet është e ka vleftën e vetë në qatë selecion të kuvendit, nuk është njerëzore, është e kulturuar, është patriotike, me thonë, kem gabue, hajde të kontribuojmë bashkë. Është patriotike, është njerëzore, edhe me thonë edhe PDK-s. Lutem që ju kom kritikuar të sot, hajde të bëjmë, hajde të dalim për kësaj situate. Nuk është e mirë, nuk është e shëndetshme, nuk është demokratike në qoftë se një parti merr gjitha pozitët shtetënore. Atëherë veç mund me ardhë të erit e një lloj diktature, apo një lloj me shku nga ajo. Demokracia ka këto marrëveshje, asnjë parti në shtetet demokratike nuk e ka përmi se 30%, 30% ai kur i ka 35% është super fitues në farforme. Kështu që kjo është, këto janë shenja jo të mira, unë lus Zotin, na kam tash kur njerëzit po mendojnë, na kam me vonë Zotin që kjo mos të ndodhë. Lutë Zotin që dalim prej kësaj gjë, të zgjidhet një qeveri edhe të punojmë në rrafshin ndërkombëtar për arritjen e të synimeve tona. Për zgjedhjen e presidentit të vendit, 80 deputet duhet të marrin pjesë në votim në 3 raundet e votimit. Në raundin e parë dhe të dytë duhen 80 vota, ndërsa në të tretin gjerdhjet e një. Mbetet të shihet në ditët në vijim sa do të kemi një marrëveshje ndërmjet subjekteve politike për zgjedhjen e presidentit, që vendi mos të shkojë edhe në një proces tjetër zgjedhor. Botrori ka filluar, oferta po mbaron. Ashtu si çdo kampion kërkon momentin e duhur për të shënuar, edhe ti ke mundësinë të bësh lëvizjen që ndryshon të ardhmen tënde. City Sky nga Enos Kaptan sjell standard të rijetese në zemër të Prishtinës së re, 20% zbritje promocionale për një kohë të kufizuar.